شكني وجن مساجد جامع بقنا أتمنى في الجماعة عليكم السلام سيد أمين الموكل إن شاء الله بخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Allahun e falëndrojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selamet e përzemërt mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çojmë. Të nderuar dëgjues, shikues, ndjekës, përcjellës dashamir, kudo që jeni dhe na ndiqni, shfrytëzoj rastin që përshëndes nga shpirti dhe nga zemra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qoftë mbi ju. Pra, ja që sonte prap Allah azza wa jall na e mundësoi që të takojmë këtu së bashku, duke lutur Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na jap sinqeritet në atë çka po e flasim, të na jap bereqet në atë çka po e punojmë. Pra vëllezër, për sonte inshallah do ta elaborojmë një temë e cila është shqetësuese të shoqëritë e botës. Jo vetëm të ne shqiptarët, po të gjithë shoqëritë është shqetësuese se shoqëritë janë para shkatrimeve. Shumë gjëra po shkatërrohen. Lapsin, kemikin, lapsin. Po, më fal. Më ke thonë në njerë kam harru. S'ka tërë. Pra, është puna që shoqëritë e kanë dert. Po shkatërrohen shoqëritë. Po ulet vlera një fjalës njeri. Derisa në shumë vende në botë, vlera e një kafshës është më e madhe se sa një vlera e një prindit apo një njeriut. Edhe e kanë marrë shumë thjesht. Saqë kur vdes një njeri, një prind, një prinde, një daj, një teze, një hall, farës mërzitet. Runa zot me bomi ngordh qeni, apo moca, apo kafsha, men të lonë. Shtrohet pyetja, ku më rrinëm këto? Pse kjo kështu? Për çka? Kush po i shkatërron këto? Kush po punon me arteri qëtu? Para mendoni, dikush i ka punu. Dikush i ka punu për këtë ditë. Isha një herë të një shteti perëndimit, Specek i kun, edhe kur hina banesë shqiptare familja, Specek i prekajt, edhe kur e kanë qilë derën himjes, po e shof një qen ati, një vogël, sikur në moca, ishte kongë kështu i leshaft, edhe vetëm mu dridh kje qeni, edhe mu afru ngatë. Unë thash për isat zotit largoma, thash se unë qëtër kultur kam, largoma thash qenin. Po jo, që kjo është i pastër, o t'i gjallë, i pastër, i pa pastër, largoma se emnin e ka qenë. E mundën të na qenin e qitër në balkon. Edhe në bisedë si i për po i pysë, sa e keni ble këtë qenë?
edhe më thot muë 1.800 euro. Shqiptarët. 1.800 euro po blenë qenë. Në bisedë sipër i pyeta, a keni dhënë ndonjëherë për hir të Allahut diçka? Në 50 euro, në 100 euro. A 1.800 euro çka e ka ble? Kontrollat e mjekut vazhdueshme, ushqimet e speciale, mirëmbajtja, pastrimi, ato këto me një fjalë harxhime të mëdha. Për çka? Për një çan. Nuk kemi kundër kafshës. As nuk kemi për malltretu kafshët. Por jemi te gjendja ku ka rrinë shoqëria e sodit. Ka rrinë me teknologji. Ka rrinë me atë. Mirë për atë kondin shpirtënor është shkatruar shoqëria. Jo shoqëria shqiptare, gjitha shoqëritë e botës. Po punon dikush për to. Po çka janë, ose kush po e shkatron shoqërinë? Kjo është titulli i temës. Kush po i shkatron këto? Kush e prun këtë nivel shoqëritë? Unë nuk po do hi në detale shumë në perëndim atje, se shumica e dëgjuesve jeni në perëndim atje. Dini raste që të lloj-llojta, të cilët kanë të bëjnë me vlerën e njeriut, si njeri. Kur vdes një njeri sa mërzitën, edhe kur ngordh një qen sa mërzitën. E mirë, çka u bën kjo mesele? Pra pika e parë, pa e tepruar se kemi disa pika. Pika e parë është, po flas për të muslimanët. Shkaku i shkatrimit të një shoqërisë është largimi nga feja. Njerëzit kur largohen nga feja, e marrin një rol, bëhen sikurse lloj kafshët. Hoç ka dalë çka po flet. Ka dalë, mos u gut. Se tan ditës u kam punuar për këtë temë. Pra bëhen sikur kafshët. Allah thot në Kur'an: "Ulaike kal an'ami bal hum adallu ilayhi sabila." Ata thot janë sikur kafshët, por edhe më të këqij se kafshët. Tjetra jetë thot, inhum illa kal an'am. Ata thot janë sikur kafshët, por edhe më si se kafshët. Pse më si se kafshët? Se kur njeriu devijon, bëhet një bish e egër. E ne për përsëris. Kur njeriu devijon, bëhet një bish e egër. Për shembull, çdo kafshë tjetër rebelohet kur uritet. Për shembull, momi një arush, një ujk, një diçka, ai rebelohet se ta gjen ta ngjin barkun e vet. Në momentin që ai ngjin barkun e vet, nuk bën më izullum. Sa është një njeriu bashkë kur ngjihet bëhet rebel. Kur e bën 1 milion, do me çdo kusht me esklavëru tjetrin me bën 1 milion tjetër. Kur i bën 2 milion, do mi bë 3. Kur i bën 5, do mi bë 10. Kur i bën 100, do mi bë 1 miliard. Pra tani jeta i shkon, ai të menduan se çish bëhet më shumë. Faktikisht kjo është më si se kafsha. Në fund shtrohet pikë, më mirë, shka kemi ju buktin e parave. Në fund ka 1 milion krejt. Me pallate, njeriu për shembull ka 10 pallate, i ka 10 makina, ka Allah e di se sa harxime mujore ban. Në fund çka? Për një fyt. A nuk ka kjo rebelizëm? A nuk ka kjo masi se kafsha? A nuk ka kjo masi? Sa njeriu sot viktimizohet për interesa? Pra kush për i ban këto? Pika e parë, gjërat të cilat për shkatrojnë një shoqëri është largimi nga feja e Allahut Azza wa Jall. Se të larguarit nga feja e Zotit faktikisht po i ngjasoj ka një lloj kafshës. A kuptum? Paralel me fejen e Allahut është edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëzit kur ishin më fetar, ishin ndoshta më të varfër, ishin ndoshta, nëse më lejo do të them fjalën më të mbrapambetur, nuk e kishin këtë teknologji që e kanë sot, por ishin më të ngrohtë në shpirt. Pra ata bota në aspektin material ka investuar shumë. Ka rrinë shumë në aspektin material që me një mjet vogël, me një aparat, me një telefon vogël, ne po komunikojmë këto me gjithë botën. Edhe këtë botën e këtu me një aparat vogël. Kjo teknologji nuk dëshohet hiç fare. Mirë po, kjo është aspekti material. Në aspektin shpirtëror ka zëm ti muj ku kam rrinë bota sot. Në aspektin shpirtëror kam rrinë bota sot se është bosi lloj botë shtazarake. Njeriu mund do të hanë.
Me ngron nuk ngihet. Pse? Sepse Omeri radiallahu anhu ardhau thot: Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam, kullama abtaghayna al izzata bi ghayri al Islam dhallana Allah. Ne jemi një popull shka Allahu na ka ngrit neve me fe. Ne kur kemi pas fe jemi kon njerëz. Sa më shumë t'i largohemi fes, Allahu na mposhtë. Edhe qert popuj kur ju kanë largu fes tyne janë poshtru. Me një shtet të perëndimit, nuk e cek I cilin, pyetni ju çka jetoni aty në perëndim pleqët të tyne. Çka kanë mërrin luftën e 2 botërovitet dhe 50-ta. Qysh ka qenë gjendja tyne morale? Ka qenë ngritur. Ato shumica janë morë me blegtori. Thonë të njoni, viteve 50 ato ne nuk kena guxuar me ecë me askia pa krah. Me ecë me pa krah. Pse? Nuk kena guxuar se kushia ka na qenë me familjen, ka ardhur trup me familjes kushis. Kjo ka qenë të bota jo islame, të bota e perëndimit. Për shka? Ka pas një lloj respekti edhe një lloj marrë, një lloj turpi. Kur I lëshon fen muslimanët, edhe ato lëshon rrugën e tyne, ja ku kanë mërri sot. Morali I femrës më herët ka qenë shumë I shtrenjtë. Sot gjëja më e lirë është morali I femrës. Bile nuk I intereson. Babës për çik se intereson. Vllaut për motër se intereson. Se më larg mos flasim hiç. Burrit për gruaj se intereson. Pse? Sepse njerëzit janë bërë dejusa, janë largu rrugës Zotit. Çdo sa ai shka e do e këshir materializmin e vet. Çka përfiton ai prej teje? Ose për kësaj punës, ose për kësaj vepre, çka përfiton? Nëse s'ka tani përfitim material ai gjun. Domethënë çdo sa ai është materializmi. Domethënë populli I shoqërisë janë të materializuar. Kush e ka bërë këtë? Largimi nga udha e Zotit. Nga largimi nga udha e Allahut Azza wa Jall. Për ata lufta të mëdha bëhen sot kundra Islamit. Për shka? Sepse ato e kanë pa vetën që kanë devijuar. E kanë pa vetën që janë shkatruar. Ti nuk duhet me të pa mirë. E me çdo kusht ai don që edhe ti mu koni shkatruar sikur ai. Me çdo kusht, me çdo rrethona, edhe ti duhet të jesh I shkatruar. Ti s'mbosh I mirë te ato kur ai është I devijuar. Ai është I shkatruar. Ai nuk ka familje. Pyet një në perëndim atje. Ku e ki tezën motrën e nonës? Ai thotë se mos e di ku e kam nonën e galën e tezës. Faktisht nuk kanë ngrohje shpirtërore. Pra, e para largimi nga udha e Zotit. Sepse feja, vëllezër dhe motra, feja të bën njeri. Kjo fe ka ardhur me të bëj ti njeri. Kjo fe ka ardhur ti me të ardhur era insan. Nëse më lejohet të më thonë alla katonarqe, era insan me të ardhën, jo era kashër dhe shtazë. Qka po më vinë mua e civilizim, kur ti nën e babë se donë? Qka po më vinë mua e civilizim, kur ti vla motrë si njef? Qka po më vinë mua e civilizim, shka me vite vlavin dhe babën dhe nonën nuk I shef? Qka po më vinë mua e civilizim, shka unë I kam bu milionat mirë, po unë se kam gale nëse më tes baba? Qka po më vinë mua e civilizim edhe aja para kur unë për shembull dhe du parën më shumë se babën dhe nonën? Qka po më vinë mua e përparim kur unë për shembull nëse më ngordh qeni ment milion, a nëse më des baba gale se kam? Më tregonte një mjek në një shtet perëndimi, ta punosh në spital aty. Kolega jem tha mjek, tha kirurg, sigur unë shqiptar ki mjeku. Tha ai kolegu im tha nuk I shqiptar, tha ishi nacionaliteti tjetër perëndimit atje. Tha e thirrit atë spitalit, tha babën e kish pas spital. Edhe I thonë të spitalit, qyre, nëse eventualisht vdes baba gjatë natës, ju lutem mos më thirrni në atë kohë. Thirrni në mëngjes pas orës 7. Pse? Thotë se unë thotë jam të pushuar, mas orës 7 më thirrni, tani unë thotë e këshiri thotë se ç'ja bojna për ceremoninë e varrimit. Ftoft, subhanallahu alazim. Ftoft. E kalon babën në spital, e në desë, s'ka problem. A klena kirurg, klena mjek, I civilizuar. Çka më vjen mua jo? Kur si e njeri, kur vlera njeri të ti ka humbë. Vlera njeri të ti ka humbën. E çka duhet me po? Ne duhet me u kthyen Allahut për me ngrit vlerën e fjalës njeri. Me u kthi fes Allahut.
që kur ti e don Zotin, kur ti e don fenë e Allahut, Allahu të bën ty dashur të krijesat e veta. Pra, pika e parë, shkaqet e shkatrimit të shoqërisë ku kanë largimi nga feja e Allahut. Ka shumë të flitet për këtë, por atë përthomën e kuptuam. Pika e dytë, çka ja ka arrit dikush e ka punu për këtë çështje, është mediat e financuara. Bota sot çmimin më të madh e jep media. Çka na asaj nuk i kushtojmë rëndësi fort. Pse? Ajo jep media që me media ai ti dirigjon dhe kontrollon. Përmes mediave ai e fiton luftën. Përmes mediave ai ta shkatron fejen. Përmes mediave ai ta edukon fëmijën. Përmes mediave ai e shti punën amorale në shpitonde. Ja ku kam rri për shembull bota e civilizimit, saqë çdo telefon sot ka kamerë. Edhe ai përmes asaj kamerës, telefonit ose televizorit ose po kompjuterit që e atje, prej atje të kontrollon. Edhe ai ki vrit tash to aparatet e shtëpi bashkëore. Po më pasuj telefoni apo kompjuteri apo ajo apo kë, nuk ju nxjerrën batariet. Pse s'u nxjerrën batariet? Ma harët ju nxjerrën batariet. Sepse ai do me të kontrollu përmes batarisë, ani pse ti e ki telefonin apo kompjuterin e shkymëm. Ti në realitet e ki dhezëm se ai pja qetë përmes kamerës sala kontrollon çdo cep shtëpisë tënde. Edhe ai shtin media ai çka don. Ta nënçmon fen, ta përbuz fen, shtin dyshime fe, të shtin dyshimet mes teje dhe gryes tënde, shtin dyshimet të fëmijët e tu ai ti edukon. Apo shërë shtetet e Perëndimit. Fëmijët tanë ditën i morin në shkollë. Ajo pse e do fëmijën tanë? Nuk don ty me talon fëmijën. Thot fëmijën unë e edukoj. Ti e pastron, ti e ushqen, ti e mirëmban, unë e edukoj. Edhe sa ma larg fëmija pi prindve është me i ftoftë. Rahmet ju pa shpirti nonave tona. Rahmet ju pa shpirti nonave tona. Ku na mirnin nonat edhe kishin kohë dhe pse i kishin ka 5.000, ka 6.000, kishin kohë me na morë në prejnë tyne edhe me na shtrëngu edhe me na dasht. Edhe na me pështet ftyrën faqën tonë të prejni apo të gjokësi i nonës. Edhe me ni atë erën e këndshme të nonës. Me ni atë erën e shisht nonës. Mirë po kur ndajnë shmi pi nonës, e dish me dhimbjen e madhe. Son Perëndim, a njihet që kjo erë e nonës të ne muslimanët hala dhe pak edhe diçka, të gjithë jo. Për shka? Sepse ai ta ka nda atyje, prej mëngjesit deri mbrëmje ta ka nda fëmijën. Fëmija e ka harru erën e nonës. E ki vrejtën, një gabim nëse e ban agje, hajmi vend dhe ta merë fëmijën. Një dit, 3 dit, 1 javë, 2 javë, 3 javë, a fëmijë më është fillon me harruan. Për shka? Ai i ka mediat e veta dhe ai din qysh ti me të sundu edhe qysh ai ti më don me të eduku. Me një fjalë don me të adhon edukatën e vetë, jo ti me adhon edukatën tënde. Pra kjo është çka e shkatron. Qysh e shkatron? Por njerë e ndan, e ftoft, tani mas ai jep edukatën qysh don. Sikurse për shembull, kjo shishe e ujit. Kjo mrena ka uj apo jo? Gjithë me shiri që ka uj. Ai Shtash unë për me mushta me ujë që ka duhet me bon? Njerë duhet me qilë kapakun, me derë ujë që ka mrenda, edhe tani mas me shti këtu ujë qëfar unë e du, jo kjo qëfar do. Kjo vetëm se mbajtje e ujët. Ama qëfar ujë shti këtu unë e faktikisht ju, ose shoqërit, sot në botë, janë sikur se shisha e ujët. Ato vetëm se e mbajnë ujën. E mbajnë, ama qëtër kush e mush me ujë. Edhe ti nuk e di se çfarë uji është, ai amël, ai thart, ai idh, ai kuç, ai bardh, ai zi. Pra, pika e dytë koka që ato përmes mediave ja arrin këto. Media që drejtohen ose ndikohen nga financat e saj, shpesh kanë shërbyer interesat e tyre. Edhe nuk është kjo që ai kur i shërben, ju shërben të vërtetës të tyne. Për kundazi, ai i shërben interesit të vetë. Këshyret e na për shumë sa televizora janë hapë. Me dash me hapë një televizor, Islam s'lon. Për shka? Ta bin lloj analisti, lloj banalisti, lloj kanalisti,
lloj shovinisti, lloj independentisti, lloj vesnjeri mos i thuj, edhe ai di me të shpjegu për fe, ai di me të shpjegu për çështje kombëtare, ai kur dojnë me e ul një personalitet, i lëshon sikur sa ai gjyhetari kur i lëshon zakartë e vet. Pra përmes mediave, ai kur do me arriti qëllit vetin, para mendo, para pak ditëve ishte me një media specie kiku, edhe u diskutoj ke personaliteti i Adem Jasharit. Edhe dirke ai pa ftyri, i pagun prej zote e di pikajt, unë e di për ku nuk po hintun se jemi në media, pra, i pagun prej jashtë që çdo figurë e cila është me vlerë duhet të nënvlerësohet. Çdo figurë, qoftë hoxh, hajde kalzoni një hoxh ka nuk shah dhe nuk fiet nëpër media sot. Bëmrani veç një hoxh, i cili ka pështuar prej çameve. Merri hoxhallar cilët janë aktiva nëpër rrjetet sociale, nëpër ligjërata, nëpër si. Zije tërë flitet për to. Pse? Bëmrani komandant të ushtrisë, i cili ka sakrifikuar me jetën e vet, me familjen e vet, me çdo sa ka sakrifikuar për çdo për ta cilë flitet keq. Qysh, kush po t'ja ti këtë drejt? Mirë po, përmes mediave të financuara dhe të sponsorizuara nga jashti, bëhet që me e ul çdo personalitet që mos ketë emën kurkush. Çka më bën? Pra, mu koni shkatrujt i devijum. Po, ngritin, nëse je bukurosh ose bukuroshe, edhe jeni falla per moshkull ose një falla per e femre, qesin atit, bojnë kushe fjalla më e meqme, aja jap analiza, aja jap komente, aja jap këtë diçka, pse ka qilu pak e bukur, këto farsalonët e ndolimit e kanë regullu, e kanë bojnë super të jelime dhe ngjyre, edhe del ajet që ati e mend. Ai cili ka doktoratura, ai cili ka rrezikuar tani jetën duke mësuar, ose ai cili ka luftuar për me pasën sot lirina me gëzuar, ose ai cili ka mësuar fen për me na mësuar neve fen, jo, këto s'duhet me dalen. Duhet me dalen ai pa vleri, sepse i pa vleri sot ka vlerë, i vleri sot nuk ka vlerë. Pra këto e shkatrojnë shoqërinë. Para mendo, del idioti, i pa ftyri, i pa besi, i pa fe, fol për figurat më të njohura të popullit, po kush me figurë mirë këtë popull? Më trego kush me figurë, ki populla pa figura është? Ki populla pa burra është? Ashtu punu dikush me e shkatru. Pra pika e dytë, pas shkatrimit fesë, pika e dytë koka mediat, të cilët sponsorizohen nga jashtë, të cilët financohen nga jashtë, edhe vetëm e shkatru ke shoqëri. Çdo sa shka ka vlerë me ul, çdo sa shka nuk ka vlerë me ngrit. Pika e tretë, çka pe shkatron ke shoqëria është kush? Arti i ulët. Çish arti i ulët? Arti i ulët pra nuk ka vlerë as feja, as kombi, as libra, as alfabeti, as personaliteti, as kukushi s'ka vlerë. Pra ulët i pa vlerë je. Mi u thonë që atinve, hajde të regom ti mua, kush ka vlerë të ti? Figurat fetare, pa vlerë. Figurat kombëtare, pa vlerë. Figurat e kësaj të ushtrisë cilët kanë sakrifiku, pa vlerë. Dietarët, pa vlerë. Kush ka vlerë të ti kalësa? Bema një qka ka vlerë. Do më thonë, çdo send qka ka vlerë, këto e nënversojnë. Pra e i bojnë të ullët, ta shanë fejen, ta shanë qështën kombëtare, të i shanë të ketë, pra e ullë artin tëndë edhe ti faktikisht e i pa vlerë. Një shoqëri e cila nuk ka art, ajo shoqëri është e pa vlerë. Pra gjërat me vlera ullen, pa vlerat ngriten. Pika e 3, e 4 të thot është keq përdorimi i mediave. Për shembull, hajde e mormi bomu ferë dhe këshirmi të rinia dhe të trejet e sotit. Qka këshirin sot ma shumë të rinjit dhe trejet e sotit? Unë zyrën teme ku punoj këtu, shpesh i manë pyetje 3 dhe trejet. Hajde të regom qka këshirë ti në internet, në Facebook. Facebook i më tash pak për përdoret, se Facebook e ka met për pleqt. Po shkojmë të TikToku, po shkojmë të Instagrami, të shkojmë të X-a, ku e di shka e në tëne. Hajde shka këshirë ti e di, shka ka me këshira jetë? Sa ko ti jarëzën që sajna? Qka fitove ti pisajna? A sa dëm ka për ty në? Këshire të rritë,
rinia sotit, me në përqinjën dhe këshyne, sa bajnë syza, sa janë të deformuar në qafë. Për shka? Të e dhonë kohën më të shtrejt, njerëzve më të lirë. Një ditë kështu i thash, ju gjërat më të shtrejta, po a kushtoni njerëzve më të lirë. Del aj budalla, aj psikopati, aj budalica, aj psikopatja, lakuricohet, në falë një shprehje para medjave, lakuricohet edhe mendon se ku me ditë çka kam bo bre unë, ej! Bota, thot një fjallë urë popullore, bota po digjet, kurva po krihet. Pse? Në botës era barut po i vjen. A i një të e po se botës era barut po i vjen? A këtu të na të në ditën diskutuat Big Brother. Sa nejti kim, sa nejti ajo. Para me ndohëm, një nate kanë bo një statistikë në gjumë. Janë konë të flejtë të Big Brother. Të Dresh Brother janë. Pra janë konë të flejtën, edhe pse janë konë të flejtën, 50.000 vetë lajtë i kanë përcilë gjumin se që shpo flejnë. Ej, me ndoni bre ku jeni, o ju njerëz, nuk jam kundra rrjeteve sociale, të cilat përdorën për të mirë, pa a përcjellat me njeri ta këshiri unë ta qish po flan. Po flana, e ka zonë gjumi. Dikush barkas, dikush krave, dikush majtas, dikush gjatas, dikush në shpinkoj, diçka, po flan 50.000 shqiptarë kanë ko me e përcjell live se qish ato flejnë. Qish hanë, qish pinë, më fali shprejë edhe vende tjera që shkojnë atje. Pra kjo a kesë përdorim, kur koha është gjëja më e shtrejt për njeri unë. Ne gjëjen më të shtrejt, po va apim njerëzve më të lirë. A këtu bota po digjet. Përcjelni pak mediat, ju lutem. Përcjelni mediat, mos rrini në gjumë. Këshyri se qish po shkon bota sot. Ka të shku bota. Jo, na s'kemi ko mu morë me ta. Na kemi ko mu morë me Big Brother, na kemi ko mu morë me senet kota, me analizat të kota, pra kjo e shkatron shoqërinë. Pasha Allahun, vjetë jo ma larkë. Vjetë shkova me një vend misafir dikun larkë, të një familje shqiptare, edhe kish pas, mashallah, me shpijen e mirë, edhe kish pasën të një televizor bukur të madhë. Televizor ishte dimër, që si koha ka qenë. Edhe hina në dhomë ati, kur përshak ishte lëshuan, për e përcel ke vajza e vetë Big Brotherin. Edhe qka pa i këti, kur që pa lidhje. Edhe për i thëmë asaj vajzës, të lutëm gjaqë, ti e përcel, qka fiton tipi që sajna në fund? Qka fitove tipi që sajna? E përcel një javë, 2 javë, 10 ditë, një muj sa janë, të nuk e di pasha Allahun. As kur më sënti që as kur së më intereson. Jo tha kur qonë, të vetëm tha që shtoj përcjelmi. Por që ishë bre gjashtë thash, sa kohën të e arqën ati, atë bërë në rëmendin janë me mortë një liber, me i lecu bara një 2 faqe për kësa libra, ose me moni një gjerat me ndëgjuna. Jo, ata përlahen me zvete, ata rejhen me zvete, ata folin fjallë në dyta, ata bojnë gjeste më fani, bojnë gjeste pa lidhje të shumtuara, edhe televizorët të mëlloj, mashallah, edhe kolori super, ngjyrat super ati, edhe tonë aty e përcjell. E qka pritët pjesa e vajzën njësët? Hajde e mormi edhe e këshirmi sot. E mormi edhe e këshirmi përcjellmi një ditë në xhami ju thash. Pe e bojmë një anketë dhe një statistikë. Sa trit e sotit e dinë vetëm tabelën e shumëzimit. E dini vëllezër dhe motra, se në Kosovë, në një qytet, është kërkuan prej gjimnazeve, prej shkollave të mesme, është kërkuan ju lutem shkolla fillore mësoni fëmijët me lexu mirë, se kur po na vinë në gjimnaz nuk po din shkrim lexim, o njerëz. Në gjimnaz ka hien, nesër bot mjek apo mjeke, vallahi billahi nuk din. Vallahi billahi para një kohë shumë të shkurtër, një mjek i ka dhënë gabim, i ka dhënë hapa një plakës dhe pasha Allahu diç. Për shkak të banave gabim që e ka dhënë. O, ju njerëz, pra u shkatrum, kush ta shkatroj? Mos menaxhimi mirë i rrjeteve sociale. A ju kujtohet juve para 2-3 viteve kur ka ajo balena blu që i thëshin? Sa i ri dhe sa e re vdiqëm. U mytën. Pra po të qënë vetë vrase ajo atje. Edhe prap baba dhe nona e len vajzën, ja jep telefonin në dorë pa e kontrollu se shka për këshyrë.
Pra ata unë shumë e kam mirëpritën disa shteteve të Perëndimit. Inshallah don krejt shtetet e bëjnë kështu. Edhe më shumë e rritin moshën, se prej moshën 16 vjeçare të poshtë mos me pas drejta fëmia me pas kyçe në rrjet. Çka pi do rrjeti aty? Se ai çatare po degenerohet. Pra ata, ju vëllezër dhe motra, sidomos keni në Perëndim. Po edhe na këtu. Ju lutem, duhet të kemi pak kontroll të fëmijët e tonë, se çfarë po këshirin dhe ku po këshirin dhe çka po përcjellin dhe kush po përcjell. Sepse ai po jep edukatën. Ti faktikisht po e lun vetëm se rolin e një pastruesit të familje. Je duke e luajtur rolin e një financuesit të familje. Ndërsa edukuesi është tjetërkushi. Jo, mos lejo ti më konë shëmtori fëmijës tanë edhe ai më konë zotëria e fëmijës tanë. Po çka më bën? Ruaje fëmijën sepse Allahu në Kur'an thot: "Ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran." Oh, ju besimtar, mbroni vetën dhe familjen e juaj nga zjarri i xhehenemit. Ruani familjet e juaj, oh, ju besimtar. Wallahi, më ka pëlqyer shumë një rast në Vjenë të Austrisë, pasi që atje kam disa familjar, edhe jam mësuesja edukatorja, ju ka dhënë edukat, një orë mësimit edukat familjare. Edhe i ka thonë, këshire thot musliman Samir thot, pe e ruj thot familjen e tyne, pe e din kanë e kanë non, kanë e kanë bab, kanë e kanë vlla, kanë e kanë daj, kanë e kanë teze. Po kush ta ka rito? Neve ta ka rito feja, o vlezër. Feja ne ka rritën të neve, se na di me respektu babën, di me respektu nonën, di me respektu dajën, di me respektu tezën, di me respektu hallën, di me respektu familjen, sepse familja është gjëja më e shtrenjtë pas imanit. Se Allah po thotë, runi vetë dhe familjen nga zjarri i xhehenemit. Por runi këto. Se po shkatrohet familja ju. Mos lakmojmë ka e keqe, unë shpesh ju kam thonën, pra po ju them çtu në media. Ju atje në Perëndim, meloni të hollat, mos u amini edukatën. Mos u amini edukatën, se ato vetë janë në zor për kësaj edukatën të keqe. Këshire se sa punë zeza bon atje. Për çka bon? Sepse ja shkatru familja. është shkatru familja. Pra, ku e ka fillu në ajo? Ajo ka fillu vetë. Tukon vetë atje për mes rritjeve sociale. Kjo është një pika e 4. Pika e 5 e cila po i shkatron shoqërinë tona kush janë? Pijet alkoholike dhe droga. Llojet e sajna. Këshire më botë sa parja e madhe derdhët për alkohol dhe për drogë. Ja tashimin në prag të festave. Këshire në bota në të bëhet ferë, në të kalzon se sa pare derdhët tash në fund vitit. E me atë preteksin festa. Çfarë feste? Fest mu pi, fest mu drogu, kur falë mos i kosha asaj festes. Nuk e duan atë fest, e cila më prish, më degeneron, më shkatron. Ma shkatron fëmijën, ma shkatron familjen. Çka po vinë mua me atë preteksin se tash janë po çish, pse Jezu Krishti pa pi droga? Ti nëse mendon se pe e don, klap, anthojza, Jezu Krishti apo Krishtlindjet. E çka më po me piraki? E mirë, e kam një pyetje unë. Pyeti çato shka pe festojnë, nëse lejohet me festu. Jo, s'lejohet me festu, është haram. Shirka është dalje pe festë, kush e feston vitin e ri. Dalje pe festë dhe pik. Mirë, po çe pe feston? Unë një pyetje kam, masi ti pe e don Jezu Krishtin, a thu Jezu Krishti pa pien rakia? Pyetja është, Jezu Krishti pa s'ka pi droga? Jezu Krishti pa apo çesi festa? Mene dhe këshyne. Mene dhe këshyne. Pra, sa vrasë e mbanë atë në vitit ri? Sa mbytje banë? Sa droga pijet? Sa alkoholi derdhet? Mene dhe këshyne to. Pra, këto është një prej pikave, jo kërësorja, një prej pikave të cilën për e shkatronë rinin dhe shoqërinë tonë. Pra, gjitha po mlidhen. Gjitha po mlidhen. Unë pak e përdori atë sociologjinë. Shpesh të thëmë, se ne jemi në rreth të ngushtë. Ne si njerëz, si shoqëri, jemi në rreth të ngushtë. Për rreth neve në rrethojnë shumë probleme. Shumë probleme në rrethojnë. Njëna për probleme është se sot rinia jonë është rrezik për drogën, për narkomanëve. Ku derdhë droga më shumë ti? Më venet më shumë se në shkolla, ku tjetër? Ku tjetër? Pra, njëra prej pikave cila për e shkatroj ka rinin kosh ka kush, shoqërinë, shoqërinë kosh ka kush, droga, pijet alkoholike. Edhe
e fundit, pik, e gjashta e pik, e cila e shkatron një shoqëri është largimi i fjalës non prej shoqërisë dhe fjalës bab. Baba dhe nona heqin dorë prej fëmijëve të tyre. Para 2 muajve, para se me shku në umre, e mbajta një ligjërat me titullin se qysh ulet një shoqëri. Thot për me mposht një shoqëri, hekja 3 gjona. Për me mposht një shoqëri, thot hekja 3 gjona. Njëra prej 3 gjërave thot është heke titullin non prej familjes. Pra nona në qënë në sabah sati 6, në sabah, hala pa i qenë mirësyt, pak uj me qitën syve, edhe me uveshën, edhe me shku në punë, me nejtë a gjithë 8 orë, 9 orë, hiq panala, fëmijët me non të flejtë. Qka ban a i fëmijët 8 orë pa nonën të shpia? Po e këshyrë baba. Kur baba nuk e jep ngrosin e dashurisë që e jep nona. Nona është ajo mbushësi. Në Shqipëri thunë karikus, të i të na i thunë mbushës. Mbushësi e cili i mbush baterien e familjes është kush? Nona, nuk është baba. Fëmija e do babën, ama baba s'di me dhonë ngrosi. Ajo shka jep ngrosi është nona. E këtu fjallën non dojnë me hekën. Qka me bon? Pra, merë me men, nona sot i vjen turp e thonë që unë jam anvise. I vjen turp. Po qka e mune? Unë jam sekretaresh. Në më dhe me shku me na filgjonat milat e zyrja gje e shefit, regull është. Me i shërbi shefit 8 orë, 9 orë, regull është. Me i shërbi burit të të shpia, është më nënshmim dhe përbuzja. Përbuzja është, nënshmim është, anvise. Sepse ata e kanë motë si mirë. Gjysën e rogës burit, nëse burri i meriton 1.000 euro në muajt, ato e kanë bu burit 500 euro. Pse? 500 euro dhe të qkuj e gruja në punoje. Kur një grue nuk mundet me punue sa punon një burr. Një burr punon sa 2 gra. Ta kanë marrë statistikat. Po çka me bon? Ata dojnë me çdo kusht, pra gruen me hek për shtëpis. Fëmija në të rri i ftoft. Ai fëmijë, tërsa të vjen nona për ja qejt, ja han, ja pin, ja spin, ja vishet, ja zvishet, shtëpia katastrofë e kështu me radhë. Edhe në fund çka bën? Pra çka bën në fund? Në fund ai fëmijë rritet pa nonë. Kur vjen nona të shtëpia, fëmija shkon te shkolla. Pra nuk shifen, mbrëmje bin flein, sepse është koha gjumit. E kur do të rrijë ai fëmijën pranë tonës? Se nuk ka fëmija me ngi vetëm barkin nonës. Më fani, me ngi barkin e vet. Fëmija është me ngi shpirtin, o vëllezër dhe motra. O ju vëllezër, o ju motrat e mia. Nuk është zor fëmija për një sandviç. Ti një sandviç ja blin edhe në gje. Fëmija është zor mja ushqi shpirtin, jo barkin. Se për bark aja ban qarën. Shkon të frigoriferi e meni ka qëre buk, një cop gjatë, një uja për një lang, edhe kryn muhabetin. Jo. Fëmija donë që nona ta ketë prej me thonë lo qka nonës. Eja nonës të pastroj, eja nonës të ndroj teshet, eja nonës të pregaditi për shkollë, eja nonës të përcili për shkollë, te dera e shpijës apo e banesës ta përcili nona, ta përqafe fëmijën që ai fëmijë, kur qkon të shkolla që me shku me plot energji. Me plot energji, edhe kur binë si se splet me i krisht ato orë të mësimit, mu këthi të shpia se aqe ala pa mrit e dera e shpijës, nona dele dhe e prit dhe e shtrengon dhe e përqav dhe e dën. A baba le të punon? Baba le të punon, se baba është a i cili i sjellë se ekonomike në shpi. Nona është a i cila e menaxhon. Pra roli i grues në familje, mëna me këtë fjali që po a them, roli i grues në familje është më i rëndësishëm se roli i burrit. Pra ata, fëmijëve të juaj, o ju motra, nëse ka të një motra që më ndjekën bërcel, o ju motra, në rjep ju në fëmijëve të juaj dashuri, ngrohtësi shpirtnore, jo patika të mira, se patika të mira dhët parë mja ble ati si vinë, ati doj, aj ma mirë shkon kam ndodh edhe me nonën të e dasht, se sa mi pas dhët për patika dhe pa nonë. Pa ta e ki ponë për nëndim, për pak e për shumë të nanu, mos ju rrini burrave, mos ju bëni robëri, mos ju bëni sklevra, të palavrat e rrugashve dhe rrugacheve. Jo, ne nuk mujtime me pas familje të kompletuar nëse
Zotriu është baba, zoja është nona, edhe ata fëmijë janë bilbilat të cilët janë në degë, pra në kratë e babës dhe kratë e nonës edhe cicerojnë. Kështu është ka qenë një familje. Mirë po këto e kanë shkatruan. Pse e kanë shkatruan? Se në mëngjes herët nona du të shku në punë. O hoq pas për na del rroga, por nuk për na del rroga se të këshyret e pragu i shtëpisë aty, sa për patika i kijet vesh me aty. Atë bleme aty. Gjali ka 5 par, ti ki 5 par, gruaj ka 3 par, ai ka 7 par, kur ç'është nisë për patika i kijet për ata s'dalin rrogët. Hinë në ato vitrina, në ato shufoniera që i keni, ka sa për pëntolla, sa argjime bënd kota. Pasha Allahun, me u menagju mirë këto, pasha Allahun bile rrogat të pranë. Mirë po, të dhonë shumë, mas luksit të madhë së më dalin rrogat. Pra, këthena të kjo, oj non, oj motër, oj bij, qka ja që, meri pra fëmive të dhuroju dashuri. A ki po, ne që unë personalisht, në ka vdik mu e nona që 4 vite, hala dashurin e saj e kam zemër tem. 6 kemi qenën, mirë po hala prenin e nonës tem, unë e moj men kërë mirë ke nona më prenë. Men një fmit e juaj në prenë. Punë kur po këthena pi punës pe më në prenë. Pe e merë amaj 8 orë është lodha në jetu të pritën. A i s'ka dhe shumë kohë. Ajo dashuria shpirtore shka janë ngrohë, shpirtin fëmijës tanë është ti më njës kur qosh, mu konë pranë fëmijës tanë, me këshirë aje rritlo që ka nonës, me limu pak flokë, me dasht pak, me pastruën, me regulluën, me parfumos, me ja ngi barkin, në fund me dhoni për qafja të mira dhe me përcil për të shkolla. Ama ato në përëndime kanë heket qështje, e kanë heken, me atë preteksin se s'kemi na nevoj, kejti kena kushtet, qëfar kushte keti që? Kushti materiale keta, budalësjem, i diju në përëndimin, e kam hec krejt gati, kam hec shumë në për ta. Mirë po shka, ngrohja shpirtnore, ne jemi duke dhonë zërë në asë aspekti shpirtnor me ndiku të një familje. Pra, këto janë disa pika kryesore me të cilët pika, du më thonën, armiqët e njerëzimit këtë ras për e thamë. E di dhe kush, armiqët e njerëzimit, që ato familjet e veta po i ruajnë, fëmijët e tyne po i ruajnë, lindjet sa ma shumë po i bojnë, vajzat e tyre për 16 vjetë po i martojnë dhe po ju thojnë që duhet të bani fëmijë sa ma shumë, ndërsa ju rrini anësh, runi qenë, mos runi fëmijë, si të bërta se baba, lajmëroje babën polici, baba merë ja lidhin durët e binte shpija, fëmijën të merë hajmi edhe me një fjalë shkatrohet familja. Lusmi Allahun Azzogjel, me emrat e ti të bukura dhe cilësit e ti të larta që i modhi Allah të na vetëdijson inshallah. Pra, 7 pika janë me të cilët e shkatrojnë një shoqëri. Ato shka i la përmendëm, e para prej tino është largimi nga feja Allahut. Pra me pas një shoqëri të shëndosh, ne duhet të kthehemi tek Allahu dhe ne duhet të menaxhojmë jetën tonë qish Allahu na ka mësuar, jo qish na mësuin ato neve të pafet, e ato shka nuk kanë fëmijë as familje. Allahu na udhëzoj gjithëve, i modhi Allah na i rrit familjet e tona, e i modhi Zot e bon që ne të edukojmë fëmijët e tonë, qish po i financojmë edhe të edukojmë, për ndryshe nëse ne nuk mirëmi me familjet e tona, le ta dim se tjerë po mirën me fëmijët e tonë. Allahu na bosh ka i të familje, sepse pas Islamit gjëja më e shtrenjtë në Islam është, për pas imanit më e shtrenjta është familja. Allahu na i rrit familjen. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allah të shpërlejë këto lindëron, Allah të begatohet të mira. I kisha thonë monit, apo në përgjithësi, kjo rëtjetë sikur mendoj që një ndër këshillat më të veçanta të këtij vitit, edhe të kisha thonë fat mirë këto me rujt inshallah, nga se më të vërtet nuk janë këtu 200 vetë, po janë binimi vetë që ndëgju hoxhen, fjalë të cilët i ka folë hoxha janë që ne kanë prek gjithëve në zemrat tona, edhe janë fjallë shumë reale, që çdo shtëpi ketë probleme ka. Lusë Allah në Azogjen që Allah me shpërblim me xhenetin e tij, Allah të begatohet të nderoft. Duke se gjitha TikTokit kanë orë me ndëgjuar,
para qëtë, alhamdulillah. O gjë Allah i shpërbleh, na përjanismi me pyetjet e tona. Nuk do t'a lodhi shumë me hoxhën se Allah një ligjerat po qishme. Hoxha shkojna me pyetjen e parë,